momenti i publikimit të draft ligjit të arsimit të lartë në sistemin ENER, të njëjtin draft e ka dërguar të secili profesor. Çdo profesor ka patur mundësinë dhe kanë paraqitur vërejtjet e tyre në kuadër të çdo fakulteti dhe në çdo fakultet, në çdo këshill mësimor shkencor janë votuar, do të thotë janë miratuar vërejtjet e gjithë profesorëve nga 13 fakultete, nga 13 këshilla mësimore shkencore janë dërguar në Këshill të Rektoratit të gjitha vërejtjet, të cilët janë të miratuara në Këshill të Rektoratit dhe në Senatin e Universitetit të Tetovës. Numri më i madh i, pra të valutoj pak njoftimin, numri më i madh i vërejtjeve ka të bënë me cënimin e autonomisë universitare. Konstatohet se me faktin që parashihet të ekzistojë një këshill universitar, i cili mendohet se në një farë mënyrë i zbe kompetencat e Senatit të Universitetit. Pra kjo është ai fakti i cilën shumica e profesorëve tu kanë vërejtje. Çështje tjetër, vërejtjet janë në numër të madh lidhur me akreditimin e studimeve të doktoraturës, për arsye se Universiteti i Tetovës i plotëson gjitha kushtet, ka staf akademik, punime shkencore, botime, krejt, mirë po kriteret janë, do thotë, nuk janë në harmoni me gjendjen reale dhe për këtë, do thotë, janë një numër i vërejtjeve dhe po ashtu është fakti tjetër që gjatë zgjedhjeve në thirrjet mësimore shkencore, gjithashtu të merret parasysh gjendja reale e arsimit të lartë në vend, për arsye se disa kushte nuk varen vetëm nga ne, por varet edhe nga investimi që bëjnë institucionet në universitetet dhe njëkohësisht të merren parasysh edhe revistat të cilët botohen në kuadër të universiteteve, për arsye se ne kemi investuar kohë të gjatë, ato janë të indeksuara me impakt faktor, kështu që krahas revistave me impakt, do thotë në baza të ndryshme, të merren parasysh edhe revistat shkencore dhe të ulet pra numri të jetë një numër real i botimeve, publikimeve për stafin akademik dhe po ashtu Senati i Universitetit të Tetovës ka, do thotë, vendim në cilin propozon që ligji më mirë të tërhiqet dhe të rishikohet dhe të jetë një draft më i arsyeshëm i cili është në harmoni me gjendjen reale. Ka disa zëra se nuk mbyllen disa drejtime. Në fakt ne jemi këtu për ta mbrojtur gjendjen reale, edhe unë besoj se detyrimisht draft ligji duhet të ndryshohet dhe të jetë në harmoni me gjendjen reale të punës së universiteteve, konkretisht Universiteti i Tetovës i plotëson gjitha kushtet, por natyrisht që ligji duhet të përmban dispozita të cilat janë në harmoni me gjendjen reale. Rektor, vedem Muzea Македонски, кои се оние забелешки? Значи, от момента кога Министерството за образование и наука Законот за високото образование е доставен во ЕНЕР системот, истиот драфт